Bashkia Fier ka ndërmarrë së fundmi një aksion për pastrimin e mbetjeve në lumin Gjanica, në segmentin që përshkon qytetin, një nismë që u mirëprit nga qytetarët, të cilët prej kohësh ishin shqetësuar për ndotjen dhe aromat e pakëndshme që vinin nga kjo rrjedhë ujore. 2 ditë pas aksionit të pastrimit, situata në lumin Gjanica është rikthyer në të njëjtën gjendje. Mbetje urbane, kartona dhe mbetje të tjera janë hedhur sërish në lum, ndërsa era e hidrokarbureve ndihet fort përgjatë gjithë shtratit të tij. Qytetarët e Fierit shprehen të shqetësuar duke kërkuar më shumë ndërgjegjësim dhe përgjegjësi nga komuniteti, por edhe më tepër vëmendje nga strukturat përgjegjëse për monitorimin dhe mirëmbajtjen e mjedisit. Përshëndetje të nderuar teleshikues, sot jemi në datën 15 maj, 4 ditë pas përfundimit të zgjedhjeve të 11 maj dhe 2 ditë pas ndërhyrjes së bashkisë në lumin Gjanica. Pra, u bë një ndërhyrje për të pastruar këtë lum përgjatë gjithë rrjedhës së tij, pra rrjedhës që mbulon qytetin, me mjete të punës së krahut nga punëtorët dhe me makineri të ndryshme për të bërë të mundur pra pastrimin e këtyre mbetjeve. Por sot, vetëm 2 ditë më pas, ne shohim që përsëri ka mbetje në lumin Gjanica dhe ndihet një erë e hidrokarbureve përfshirë me era të tjera, siç mund të jenë era të mbetjeve njerëzore, të cilat janë këtu pra në këtë lum. Ne mund t'i ndjejmë për shkak të mungesës edhe të banjove publike. Me ndërmarrjet tona kujdesemi çdo ditë për mirëmbajtjen e hapësirave publike që qyteti ynë të jetë sa më i pastër, ka deklaruar kryetari i Bashkisë Fier, Zoti Subashi, në prononcimin e tij në rrjetet sociale. Ai theksoi se pastrimi i rrjedhës së lumit është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të mbrojtur mjedisin dhe për të ofruar një qytet më të shëndetshëm për të gjithë banorët. Vjen në këtë situaci, po bashkia ka për detyrë ta pastrojë. Bashkia ka për detyrë edhe sot do ta kishte pastruar. Kaq. Po sot ne shohim prapë që ka plera, ka erë hidrokarbure, erë urine. Ishte sa për? Po sot ne shkuam aty, që kishin hedhur prapë kartona aty dhe vinte çike erë hidrokarbure, ose Pa te populli herë ti unë, kush ta hedhi? Ti unë e populli. Shteti nuk ka vaj, nuk do të kap muaj, po të policia po. Kur kapit, t'ja besap. Duhet gjobitën ata që ndosin lumin? Në vend, pa diskutim, në vend. Do bajo publike një, edhe pensionit i la shkret mdekaj. Edhe pse Bashkia Fier ndërhyri me aksion të pastrimit, sfida kryesore mbetet edukimi i komunitetit për të mos hedhur mbetje në lum dhe për të mbrojtur hapësirat publike. Lumi Gjanica vijon të mbetet një prej pikave të ndjeshme për sa i përket ndotjes urbane, ndërsa nevoja për ndërgjegjësim dhe bashkëpunim qytetar është më e madhe se kurrë.